Ne këtu jemi... Dali, prej sa kohësh jetoni juve këtu? Ne këtu jetojmë për 25 vjetësh. Unë kam 5 vjetë, për mush 5 vjetë që kam marrë, po kabinën e kam qysh në 91-shin. S'kam pas jetu këtu se kam pas një divorcim me ish bashortin dhe kam marrë tashi 5 vjetë e fundit. Kam marrë në 2010. 2010-2016, për mush 6 vjetë që kam marrë këtu. Pra i shikoj se si është jetesa këtu. Këtu fle me djalin, 2 vete me fle me djalin, këtu fle nona, atje fle vajza. Shikoj gjendën, s'ka çfarë më thon, shikoj. Është lemeri, nuk s'ke çfarë më fol. Çfarë do flas? Se s'ke çfarë fol. Shikoj vetë me sy se si jetohet. Jo, unë po të gjithë këtu që kanë kapinat. Po. Është lemeri. Dali, të dy fëmijët e tu janë braktisur nga nëna? Dy fëmijët e mi janë braktisur nga nëna qysh në moshën 5 vjeç e gjys është. E kalon djalin dhe 6 vjeç e gjys kalon vajzën. Jo më shumë se unë kam qenë në polici dhe kam bërë delancimin e vajzës sepse vajza ka ikur për shtëpia. Ka ikur për shtëpia dhe duhet bësh delancim se s'bën. Kushtet, ambienti që është këtu. Komshit që janë këtu, janë gjithë mi fjallë, se do shdalim në televizor dhe nuk mund të them se përcaktove emrin. Pra nuk më përshtatet të është më apetin. Vajza juaj e la shkollën? E la shkollën sepse iku për shtëpia dhe e la shkollën, mu desh bësh e kallëzimin policit që të vazhdojnë e shkollën dhe kam një idenë 10 e gjys, përfundimisht e Merhama, masa unë e Rita. Ajo pranon shkojme të jemën dhe e përmena shkollën policisë, duhet shkojnë shkollë se ka thonë drejtoresha. Ajo ma tha nuk e qojnë shkollë dhe përgjithësin të marrë vetë, më tha. Vajza juaj duke par këto kushtet këtu, të vështira ekonomike ka ikë në shtëpia? Vajza ka ikë për shtëpia sepse këtu ambienti që është këtu, shoqëria që ajo ka pranu të shoqërohet, vajza doli jashtë loja. Mosha aktuale është shumë e vogël. Është 14 vjeç, kaloi nga i burr tjetër, ajo është turp. Fajin ka vetë vajzën që nuk ka tregu. Se po të kishte tregu, unë do t'i merrsh gjithë masë. Kështu që ajo është i zgjidhur vetë probleme sepse vetë din, unë s'e di. Unë s'kam çfarë flas. Edhe që delancova, nuk di asnjë gjë, asnjë sa thash. Si do përgjigj policia? Policia më përgjigj shumë mirë. Më respektoj, më dëgjoj dhe kam vlerësuar vetë ato përgjigje kam dhënë. Deri aty çfarë kam folur. Motra dhe vllai që janë arrestuar, e njihnit ju? Ata të dy? Ato unë i njoh se kanë qenë shtëpia këtu dhe ato janë, si ta them, nuk krahasohen me vajzën. Se vajza është një familje shumë e lartë, shumë e ngritur. Kurse ato janë një familje që dalin e lypin edhe shtëpi s'kan, gjo s'kan. Një çadër tu i kalcova atë, kështu që nuk i përshtatet vajza. Vajza nuk i përshtatet. Me të djali ku? Juve. Ajo ka ikë me këtë djalin. Por ka kalu burr tjetër tash. Dhe këtu te dorë ka shkruar emrin e tjetrit. E kanë detyruar të shkruajë emrin dikujt tjetër. Shle, emri Saleo. Si duhet emri Saleo? Kush e gjeti kush Saleo, kush është Saleo, ose di fare. Kështu që ajo ka bën ka dzu vet dhe unë nuk kam kontaktuar. Thuhet që vajza juaj e kanë marrë për prostitucion ky motra dhe vllai, që janë këta dy që keni ju këtu në lagje. Gocën. Po se sa është vërtet unë se kam pa me sy, unë ja thash te policisë, nuk e kam pa me sy, unë kam kontrolluar te borderline, nuk e kam pa. Unë me fjalë të tjera nuk eci. Me të gjumë thonë që ka dalë, po sa pash vetë, unë s'kam. Po dyshimi, që dyshohet se ka dalë, sepse ja dorëzoi një burrë dhe kaloi burr tjetër, edhe shkruaj temi tatuazh dhe dorë dikujt tjetër, vetë kuptohet. Vetë kuptohet, është kuptueshme. Çfarë doni ju si prind, si baba? Po që na kërkoj të që ajo të eci rrugë drejt, kaq, vjen kese me zi Rita nga 6 vjeç e gjys dieta tash e dali është krim, gjinaf. Me që po mos ta kisha dashur, nuk e masha. Po Rita. Rita tërë dhe djalin, Rita 2. Edhe as u martova, sepse më intereson të martesa kur ke 2 fëmijë. Se po të martohesh, po të ishe me 2 fëmijë, do të kishte shërgan tjetër. Mami po mbledh me fëmijë tash edhe pik marrë.